e zgjatë shumë. Krejt që ka du me thonë është që paqim shëndet, paqim forcë, paqim durim edhe vullnet për me e bo këtë vend edhe më të mirë, gëzuar krejt shqiptarve kudo që janë duke na ndjek në këto momente. Gëzuar edhe atyne që janë duke na ndjek nga diaspora, se e di që kishim pas shef për me qenë këtu, po ja që kena me u mundu mi u sjell pak një copë të atmosferës edhe juve atje. Përndryshe nga ky moment deri në orën 18 jemi së bashku në Glam Radio, ndërsa deri në orën 17 jemi me Koa Vizionin dhe ju presim me telefonatat e juaja për temën e ditës së sotme. Gjithashtu ju presim edhe me informatat rreth komunikacionit. Forca e kombit shqiptar është. Kush është forca e kombit shqiptar? Na njehni, na tregoni, po dojna me ditë se cilat janë ato forcat kombit ton, edhe kështu ju presim me telefonata në 049978978. E kena kongën e parë hyrëse që kena me fillu emisionin, e pas kongës parë i kthehemi dhe ju presim me telefonata, ju presim edhe me informata rreth komunikacionit. Kjo është rrjedhën në këngë e ligjërime nga Rom Lahaj. Komunikacionit. Përndryshe informatat e para që kanë arrit në 049978978 na tregojnë se ka kolon dalja e autostradës në Vetërnik, pastaj e ngarkuar edhe Fush Kosova hyrja tutje. Në këto momente është e ngarkuar edhe rruga Agim Ramadani në drejtim për Tegull Kryqi i Menzës nga komuna. Këto janë dhe informatat e para që kanë arrit sa i përket komunikacionit për ditën e sotme, ndërsa sa i përket derivateve më të mira, po e dini tek Petrol Company mundin me shku me rimbush makinë me derivate më cilësore, atje ku me derivatet e petrollit bëni ma shumë kilometra. Këta mundin me vërtetu, edhe njëjtën kohë mundin me u bë dhe pjesë lojës shpërblyese, sepse Petrol Company ka bëni super lojë shpërblyese. Rimbush një makinë me derivate 10 euro e merr një kupon, 20 euro 2 kupona, 30 euro 3 kupona, e kështu me radhë, edhe mundin me u bë fitues potencial i një vetureje që po e dhuron Petrol Company. Ja ku po vjen dhe telefonata e parë. Sartu, ja ku po vjen Aurelën ma kujtë. Ja ku po vjen ajo. Alo. Alo, mirë dita. Përshëndetjen e gjatë edhe për ty, si jeni? Mirë, faleminderit. Më vjen mirë, gëzuar festën ty edhe krejt dëgjuesve shikuesve që e kemi në pej. Faleminderit urime po ashtu të gjithëve. Faleminderit në gjatë. Cila mendon ti që është forca e kombit shqiptar? Unë mendoj që forca e kombit shqiptar është uniteti, Fiona. Si shqiptarët në Kosovë, bashkimi, po. Si shqiptarët në Kosovë, Shqipëri, Iliri, Dugin, Çaveri, mendoj një bashkimin, edhe si mbas fillimit nga dalë po vije. A jemi sot të bashkuar sipas teje? Si mbas meje, po. Okej. Faleminderit në gjatë. Me ndërçoshe ju përshëndesim me pasur një super fundjavë. Përndryshe mos i viqenat e kjo temë. Dje ka qenë një duel i futbollit mes Dritës dhe Shkëndisë të Tovës në stadiumin e Prishtinës, dhe ka qenë një knatësi për me i pa dy tifozëri, do më thonë dy tifozëri shqiptare. Edhe po gjatë flakta, edhe Dritës edhe ballistat edhe Dritës, do më thonë ke një super atmosferë për ata që kanë mujtë me e pa, e shumë a mirë për ata që kanë qenë në stadium për me përjetu atë super emocion, edhe thashtë që në ardh dita me lunë Evropë, do më thonë shqiptar me shqiptar, edhe me pa krejtë se sa mirë farknatësie, do më thonë fund lojës të urunja një tjetër. Po jo, me shumë rivalitet, po në fund me fushafime. Edhe farknatësie se edishën që po shkon gjithë qysh një ekip shqiptar në play-off, do më thonë cila do që shkoj ishtë në rregull, kështu që ka qenë një fest sportive, një fest para festës së 28 nëntorit. Alo. Këtu po du me të përgjigj të pyetja e temës tonë, që edhe sporti është një forcë shumë e madhe e kombit tonë. Aty kete Rom Lahaj pat, do më thonë, sekuencat të futbollit, sportistëve tonë që na kanë bërë krenar, pastaj kanë edhe disa prej artistëve, kështu që s'po du mu përsërit, po ti shta që ti me dojnë. Alo, përshëndetje, kokaj, vogël. Alo. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Galdem Sopionin. Galdem, si kalon? Mirë po kalon. Urime festën. Faleminderit shumë, urime edhe ty. Urime edhe ty, edhe krejt shqiptarëve. Këtë kombit shqiptar ku të shep. Galdem, hajde tregom forca e kombit shqiptar sipas teje, kush është një forcë e madhe që e kena ndallim prej kombëve tjera? Me bo shqiptarëve me u zhduki natin edhe Amerikën e pushtojnë.
E kush është forca më e madhe? Se tash ti po thumë na hjek, çka ish dosh mi hjek kombi shqiptar i kish ra kjo pyetje. Po ne bëm ja hjek i notën, sa për intelekt. E më sa për dije. S'ka nevojë kush më ashtu tonë jem. Jem intelekt, kem gjuhën tonë, mos harroni se kemi një kapital që apo vetë Ballkanit të ndrojnë. Kem gjuhën tonë. Po çajo është forca e kombit shqiptar është gjuha, çe? Një prej forcave të mira. Po njëna prej tyre. Gjuha, na vjen një komand që shdohet. Na vjen intelektual me na udhëheq. Edhe kaq. Faleminderit shumë që na ke thirrur urime edhe një herë pas një super pasdite. Bon. Ton kalofsh mirë. Për ndryshe Enza Om Çaklavis po ju pret me për Black Friday. Zbritje shmendun atje deri në 70%. Keni tavolinën e ngrënjes për vetëm 169 euro, dyshekun dopjo ja tash për 249 euro, këndin e ndejes për 699 euro, edhe shumë të tjera. Për ndryshe zbritja vlen edhe nesër, kështu që nëse doni me kopshit ofertën e Black Friday, e keni veç edhe nesër deri në 70% te Enza Home që është në Çaklavic, kilometrin e 60 inferizohet nga Prishtina. Çe telefonata Fion? Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Dafina? Po. Prej nga për na thirr Dafin? Prishtina. Hajde tregom çka mendon ti që është forca e kombit shqiptar. Cila është ajo? Për shembull, unë kam dy, mund të thonë që diaspora shqiptare. Po. Edhe solidariteti familjar e shoqëror. Dhe solidariteti familjar e shoqëror. Faleminderit Dafina. Faleminderit shumë, urime festa dhe një ditë shqiptare. Faleminderit për ty edhe për krejt familjen. Faleminderit shumë. Është vërtet se raste caktume se e kumplit bi përgjigjes pak. E kam bën një listë me disa përgjigje. Unë se kisha shumë menje, po do të thonë e para që më kujtu që kjo puna e bashkimit kur dojna me bot diçka të mirë. Sa shpejt mbledhemi, e kena mia raste për me mos me i cek, do më thonë kur kena dash me bot diçka të mirë, jena mbledh për 3-4 orë edhe kena arrit me bot që shumë vendet botës e kanë lakmisë, se s'mujnë me bo, dhe ata jo mi bindun që s'mujnë me bo, edhe na kena arrit, do më thonë për 3-4 orë, 5 orë për një dit, me bo mrekulli që vendet tjera s'kishin mujtë me bo. Paramendoje këtë forcë edhe këtë vullnet kur dojme me bo mirë, me ndihmu ndonjë familje që është me të vërtetë në nevojë, ose edhe ka pas Kosova fatkeqësisht shumë tragjedi që na kanë përfshi ko pas kohë, nuk po flas për luftën, po edhe pas luftës. Edhe tërmetin Shqipëri që ka qenë një prej tyre, kemi pas vërshime, kemi pas përmbytje, kemi pas kemi njerëz të sëmurë që vazhdimisht e kërkojnë ndihmën e familjes, edhe miqve, edhe rrethit, edhe po për 2-3 orë kemi qenë në gjendje me shpëtu jetën e dikujt. Edhe thash paramendo me gjithë këtë vullnet, me gjithë këtë forcë, me qenë në gjendje me u bë bashk për ndryshime më qëndësore për vendin tonë, çka kishim pas fuqi me bo. E këtu është fatkeqësia më e madhe që shpesh kur flasim për çështjet politike, ekonomike, sociale, çfarë do të thoni kemi këtu te goja kemi atë kritikën që nuk jemi të bashkuar, nuk kemi një zëri, nuk kemi për njëri tjetrin, por në anën tjetër, në të gjitha aspektet tjera jemi bashk përveç aty ku duhet. Me mujt me bo, unë jam me qëta, e diju në pse me qëta, ti mos ma merri nati pse ma unë me ato. Nëse do t'i bënim ato ndryshime, besoj që do të kishim shumë pak raste të njerëzve në nevojë, ose nuk kishim pas nevojë me u bo bashkë na me ndihmu dikën, se është shteti që ndërhyn edhe e zgjidh çdo problem. Po nejse. Nejse, jo, po më ju tregoj që Prishtinaticket.net i ka shumë linje të drejt për drejta me aeroportin Adem Jashari, aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, në drejtim të Gjermanisë, Vizës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, Parisit, Austrisë, shumë të tjera destinacione mundri me i pa tek Prishtinaticket.net, edhe me fluturuar me çmimet më ekonomike nga operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës. Zalo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush ta përshëndet? Muharremi nga Gjermania. Si je Muharrem? Mirë, faleminderit. Si ke kalu? Shumë mirë, urime festa. Faleminderit gjithashtu edhe ty. Forca e kombit shqiptar është bashkimi. Do më thonë jena të bashkuar, edhe ti po thu që jemi të bashkuar, si komb jemi të bashkuar. Po nuk jemi se ti shmi komb të bashkuar, në ryshi kish kënu konga. Po për ndryshe nëse do të ishim të bashkuar kish me qenë njëna prej forcave më të mëdha, apo? Vërtet, qashtë. Okej, faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë. Përshëndetje edhe unë ju përshëndes. Pas ditët mrekullueshme, tung kalofsh mirë, faleminderit urime edhe ty. Ndryshe temperaturat për momentin në kryeqytet janë 1 gradë Celsius, mos harroni mbrëmje nga me qenë kogja ftohtë deri në -6 kanë me shku temperaturat minimale.
Kështu që bëni kujdes sepse dhe komunikacioni përveç që është i rënduar për shkak të festës, kemi të llovi, parashikohet me pas edhe aksidente, kështu që i lutem bëni kujdes, vozisni me kujdes, ka me qenë rruga me ngrica, sidomos rrugicat e Prishtinës, kështu që mos u ngutni. Ma mirë me shku pak me vonesë se mos me shku hiç. 049-978-978 forca e kombit shqiptar është. Kjo është pyetja për ditën e sotme, na tregoni çka konsideroni tash që jemi të fortë e jo çka do të kishim pas qef. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, me kë po flasim? Me Lisjanën nga Xhilani. Lisjana, po? Po. Emër shumë i bukur. Përshëndetje për Krejt Xhilanin, tregom ti çka mendon që është forca e kombit shqiptar. Unë mendoj se forca e kombit shqiptar është Albin Kurti. Okej, faleminderit, përshëndetje. Po shihet që je dëgjuese e re ose shikuese e re emisionin ton, përndryshe. Po forca edhe këta që i kena në politikë, domethënë krejt pa përjashtim, prej parit deri të fundit jam forcë për kombin shqiptar, po mos na i përzini hiç në emision, hiç zero. Edhe të thoja forcat e interesave personale, jo kombit shqiptar. Se biljen çudi. Në çit ditë bile kur sa nani. A është afrimja kush është? Jo, tjetër kush. Kush po qesh? Hadi po kesh. Hadi. Ai kukonon. A me kesha me kojt, hadi. Shtrohet pyetja e ditës. Me kojt. Mirë ka thonë, vaj vatani mirë milete. Qëre, për derisa një person është në një pozitë saktuar, do të thotë që është për zgjedhje e shumicës së popullit, edhe nuk është edhe për me qesh ose edhe për me qajt, se është zgjedhje e jona tek e fundit. Por të paktën sot po flasim për diçka të bukur, mos na e përzini politikën, aman. Adi. Jo, se kena njët me përzi politikë, veç mos na... E kemi shprehi me zgjedhjet tona me qesh mas nej, kështu që... Veç mos na parashikollë të akcidentet. Jo, s'po parashikoj, po e dim që kur ka ngrica, shoferët din me qenë pak të pakujdesshëm, halaki me goma të verës, kështu që për aty e pata. Adi, çka mendon ti që është forca e kombit shqiptar? Po, përveç ushtrisës, besoj diçka tjetër që është. Ti vëllu ushtria e Kosovës. Forca tona. Po. Okej, edhe kjo është përgjigje mirë. Faleminderit. Se bashkime veç jena të bashkuar në atë si komb. Po, jemi të bashkum, kisha me thonë edhe rezistenca. Kena një kufi, po të bashkum jena. Po, është edhe rezistenca që pavarësisht sa na kanë pushtu, na kanë shkel, prap jemi qu një farë mënyrë diqysh. Si ka dal dale, po jemi qu edhe sot jemi një shtet me flamur, me gju, me kufin. Jo bashkë kishim dasht, po... Okej, Adi, faleminderit shumë. Kaloni bukur, a? Hajde të përshëndesim shumë. 049-978-978 edhe njerë pju të regoj për pjesë të ngarkuara dhe mundësisht sa ma shkurt. Rap një pyetje një dëgjues tjetër se tani po shoh që shumë prej aty në po na shuajnë që po zgjateni, e vërtet është. Edhe s'keni faj. Kolona dalja e autostradës në Veternik po shihet kolon shumë e gjatë. E ngarkuar është hyrja në Fushë Kosovë, e vazhdojnë tutje deri tek rrethi atje. Pastaj e ngarkuar në këto momente qenë ka edhe pjesa për me shku në Ajvalin nga Veterniku. Okej, se dhe sa e deshifrova. Faleminderit shumë për informatat që na i keni sjell. Mos harroni IPCO i ka një 3 super pako për juve që jeni me para pagjem. E ka tip mini, tip super, tip max. Edhe ka shumë minuta, shumë SMS, shumë gigabajt internet. Po përveç saj na dhe ju që keni medalje jashtë, mos harroni me i marr pakot e internetit që janë për Evropë dhe për Amerikë dhe që i keni me çmimet jashtëzakonshme. Hajde telefonata, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, kush na telefonon? Përshëndetje, Ajrolla Dragusha me Prugut. Hajde Ajrolla, forca e kombit shqiptar është. Jo, spori urime. Faleminderit shumë. Shqipërisë. Faleminderit shumë. Dhe suksese juve. Faleminderit shumë. Forca e kombit shqiptar është patriotizmi i vërtet shqiptar. Ata patriotë e vërtet që kanë qenë. Apo tash do të me qenë su ata tjerë kanë qenë. Hasan Prishtina, Avni Rustemi e tjerë. Nejse, faleminderit shumë, po të përshëndesim shumë e pas një pasditë të mrekullueshme, edhe po vazhdojmë po presim telefonatat e tjera në 049-978-978. E përmendëm mes tjera është palakër, kurse të më thonë jonën që e kumprit, po se dia po e thot dikush. Merë tjetrën fillon. Le ta presim. Alo. Mirëmbrëma. Mos ti djegim përgjigjet. Alo, përshëndetje, kush na telefonon? Remzele Gjepe, Ajvali. Hajde Remze, qysh je? Mirë. Tregom urime festa spari, tregom Faleminderit. Çka konsideron ti forcën e kombit shqiptar? Allo. Remze apo na dëgjon? Po.
Çka konsideron që është forca e kombit shqiptar? Mas pari veç 3 sekonda. Urime ditëlindjen 28 nëndorin e komandantit Adem Jashari. Faleminderit. Urime 28 nëndorin ditën e Shqipërisë, edhe forca më e madhe e kombit shqiptar është unitet të bashkuar. Okej, Kish me faleminderit. qenë, po menon atë se po shkojnë atë çka kishim dash me qenë. Nga Preoci tutje për me shku në Lipjan Kolon e gjatë. Çështu më ka ardhur në informat. Faleminderit shumë për informatën që na ke sjell. Para se me shku te telefonata tjetër, mos harroni Autotrade ka super oferta, jo vetëm për Black Friday, po gjatë gjithë muajit kanë sjell super oferta për disa prej modeleve më të shitura, më të kërkuara, RAV4, si e gjari, Yaris Cross, gjitha këto i keni në super ofertë. E keni pakun gjys që mundeni me shfrytzu duke bo gjysmën e pagesës cash dhe gjysmën tjetër mundeni me bo me këste thashtisht bankës që Autotrade ose Toyota kanë marrëveshje. Kështu që shkoni, testojeni edhe merreni cilin do model për 10 vjet me garancion e keni. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, Berati nga Franca. O Berat, si e? Që mirë, jo seni. Urime festën? Faleminderit gjithashtu juve, urime. Festat, se kena nëntor festa plot, kështu që festat. Spinali me një ka një. Hajde tregona forca e kombit ton, forca e kombit shqiptar është sipas teje kush? Paqja, durimi. Durimi. Desh do se e mirë shumë, bravo. Cili durim? Durim arsëm. Durim një marë. Edhe dhuna në kohën e duar, momentin e duar në unitetit. Atëre kur dohet. Dhuna? Kur dohet. Jo, se dhunë se di që po kena forcë për dhunë, po nejse. Do të ka të regu dhëmë të atëre... Forca po më në, forca. Po dhe veç, forca. Se dhuna të shka tjetër, po okej. Faleminderit shumë që na ke thirrë. Tën, kalëm mirë pas një pasditet mrekullueshme, forca, po. Na turbullove pak. Po, meta. Midea kondicionerët që të kfillin raste të tilla, edhe se kanë inteligjencën artificiale të apin i farflladit shpejt, edhe vin ato që do të më thon mend. Përndryshe, ka çat inteligjencën artificiale që ju mundson të më kursy energji elektrike 30% më shumë, përveç Adeno plus, po e ka edhe inteligjencën artificiale. Edhe keni super çmime fantastike keni tek Midea kondicionerët Midea dhe jo vetëm edhe shumë produkte të tjera. Hajde tjetra Viber. Alo, me mbroma. Mi mbroma, kush telefonon? Nga Ilinita, Thovës. Miqael, si e? Me mbroma, plani me mbroma shqiptar kanë në banë botës dhe urime. Glam Radio. Faleminderit, Miqael. Glam Radio në KTV. Edhe KTV, edhe në Glam. Përshëndetje për ty, Miqael, edhe për këtë shqiptarët atje në Tetov që po festojnë sot. Ashtu edhe juve. Faleminderit. Forca e kombit shqiptar është vetëm bashkimi. Vetëm bashkimi kombëtar. Okej, faleminderit Miqael. Faleminderit, kalofshi mirë. Falat e Tovës, faleminderit shumë. 049-978-978 edhe një numri unë i telefonit e cimi me A++-at e Mideas edhe me 0 të Swissit, kërshyrë si ka fund, gjithë një ma pak, një ma shumë. Po dhe po mos i ledh me 1, 2, 3, 4, 5, mos i ledh me kështu këtë 0 shumë. E tash për forcën e kombit s'po flasim, po ato që na jep neve forcë personalisht, ka njerë na vjen një relaksim një 2 ditë ose një natë të paktën me kalu me një vend që është Swissi, plus të e pas parasysh që e kemi në zemër të qytetit pa pas nevojë me lëviz, sidomos në festat të tilla. Mundeni me shfrytzu, besoj që ka me pas sot atmosferë të jashtëzakonshme aty, sepse di që ka shumë familje, shumë biznese që e festojnë 28 nëntorin në ambientet e Swissit. Po për ju që doni me rezervu për vitin e ri, për shembull, është vendi ideal se i kanë sallat multifunksionale, kështu që telefononin 038 220 000 numri i Swissit në zemër të Prishtinës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, të Besimin, telefon për Gjevonis. Ku jem ro Besem? Vallahi që. Si ke kalu? Jo. Mirë, faleminderit. Ju si jeni, a jeni lodh? Jo. Unë që po kalani. Mirë, faleminderit Besem. Fillimisht ju uroj festat e nëntorit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kush është forca e kombit? Kush është forca e kombit? Forca e kombit shqiptar mendoj unë se përpara keni vetë flamuri është forca jonë. Flamuri është forca jonë. Faleminderit shumë Besem. Mendoj. Edhe besën, mëse harrojmë, edhe besa është veç ma me menja që e flamurin e kësha qikë vend parë. Okej, flamuri është forca jonë. Faleminderit shumë, është e vërtet, se do më thonë me flamur një e me gjithë ka. Faleminderit shumë. Sa sakrifisa u bo për këtë flamur. Kaloni mirë, urime edhe një herë. Halo, urime edhe për ty, kalofsh mirë edhe te pas një pasditet mrekullueshme, atë ngojna bre pak sa. Po. Ngojna veç pak. Shkolla me Medzhevori, shkolla e mesme me Medzhevori në Prishtinë.
Din emocionojnë këto iniciativat e mësuesve që arrin arsimtarëve, që arrin për me bë organizime tilla, me marrë një iniciativë vet për me bë komplet një gjatë tillë vet. Që kjo është përgjigja jam për ndryshe e temës. Po, se përmeni kërkosh tash, hajt bre Vion mos special dikush më thon. Hajt. Po ja. Okej, edhe kena pas për me i pas në studio fëmijët e korrën e fëmijëve të shkollës fillore me mezhevore, po me pamundësi sa do në Fiona pa. Kanë pas çepella ata me shiu ditën. Nëse kënaquni edhe urime edhe juve. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ida nga na telefonon. Nga Prishtina. Si edhe si kalon? Mirë ju? Mirë, faleminderit. Hajde tregona forca e kombit shqiptar kush është? Po dhe sa thash. Urime festa. Faleminderit që tradh mena. Hajde kalon mirë. Tash mos bëhet vjen men pak më herët, po jo çe më rë tjetrën Vion shpejt. Alo, është për guta ajo si ti. Alo, përshëndetje. Festa. Faleminderit që tradh. Ju lutem dalini televizorin kur na telefononi. Kjo vlen për krejt, sidomos ju që bëri të parë na vjen. Alo. Alo. Kush telefonon? Vlam radio? Po, kush na telefonon? Një ndëgjuese nga Gjakova. Hajde dëgjuese nga Gjakova, si je? Mirë, Fiona edhe Arsimi 1% të veçantë. Edhe na përshëndesim shumë. Hajde tregona. Po, kush është forca e kombit shqiptar? Unë nuk jam për bashkim kombëtar. Nuk është pyetja ime për bashkim kombëtar. Se na kanë llogarit tani Lutem, tjetër temë kemi, cila është forca e kombit shqiptar, Forca e kombit shqiptar është zemra patriotike edhe djaloshat edhe vajzat e shkollune. Me që ato i vim ka Rinia e shkolluar, me i ra shkurt. Rinia e shkolluar, shumë përgjigje e mirë, faleminderit, përshëndesim shumë. Kaç mjaftoj me thonë drejt. Po, ke shumë e mirë kjo, edhe pak me Fionën përmend me Anek ne. A jemi asime, ajo është diçka krejt individuale, nëse kishim qenë kështu si total ndryshe kishim pas punë, kështu që nuk ka nevojë me këtyre diskutimeve. Alo, përshëndetje. Jo, faleminderit se kaç mjafton. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ndet. Avedin si e urime? Urime dhe juve. Hajde thoshim gjithmonë. Faleminderit. Forca e kombit shqiptar është Bashkimi i Trojave Shqiptare. Okej, bashkimi, domethënë ti po thua që është forca nëse kishim momentalisht. Për diçka aktuale. Momentalisht kush është forca, se po e tham 500 herë. Ose edhe në të kaluarën. Momentalisht kush është forca e kombit shqiptar? Bashkimi i gjithë shqiptarëve ku janë në çdo konton botë që është bashkimi i on kombëtar. Okej, faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë urime edhe një herë për ndryshe informatat që po arrin rreth komunikacionit, po na tregojnë për daljen e autostradës në Veternik që është me kolon, pastaj e ngarkuar është edhe Fush Kosova ose qasja për në Fush Kosovë, po shihet e me kolon në këto momente. Këto janë informata që po vazhdojnë po arrin në 049978 978. Edhe ju kisha lutur me na tregu për ndonjë organizim interesant ose çka do që po shihni për momentin në qytet, një foto, një informacion i shkurt, na kish kry punë shumë se i kishim treguar edhe tjerëve se çka ka me pas të organizime, se e dim që muzika me pas gjithandej. Organizime, domethënë si janë pishtatëve, tetëve. Pimëngjesit kanë nis. Alo, përshëndetje. Po e marrim edhe një telefonat, tani kena me shku deri në Albi. Ja, që po shkojnë në Albi, se i pas ka rapi shma. E premtja e zez në Albi, hajde. A, është ta? Alo? Sot është. Për në vendindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Bankë Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësuar qysh mu vesh bukur, qysh mu doktri kur i bojmë do vjet, qysh
mu dok serial s'kur duhet. Qysh mi kombinu ngjyrat. E qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E ndjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka në kam su. Po ma shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Janë do saga që nisin e mbarojnë. E u rikthym në 049978 po vazhdojnë e po arrin informatat rreth komunikacionit. Ne po vazhdojmë dhe po presim për na tregues për se cilën pjesë komunikacion, por para prakisht ne duam ju informuj juve që jeni në për vetura edhe doni mirë mbush makinat me derivate tek Petrol Company, shkoni sepse keni derivatet macizore, edhe në njëjtën kohë bëni pjesë e lojës shpërblyese, secila rimbushje vlerë më shumë se 10 euro, një kupon 20 kupona, 33 kupona, edhe mbi happy në restoranin mos harroni me rimbush edhe veten, mos mund të snet lek. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Alo? Kush na përshëndet? Me sa Florimi. Ku je më Florim? Unë të ngukit reklamën kur tha mos u mërzit heq aden. Po thash ani kur tha po martohemi tash ja. Ai dhe më jo pastaj bëhen kësi gabime. Por bes që po më thot mua mos u mërzit atë që tu prin lidhje. Jo. Tani po tha po martohemi tash ja s'po martohemi. Tu thon kush o ke si bon bol? A shau bo ku për mu ku ka gjithë taksirate. Florim, urime festën, fillimisht. Gjithashtu dhe juve shumë urime krejt shqiptarëve. E me thonë që shtanë kje sens, ka ma thonë që me thonë. Se po thu që s'ki që ka me thonë? Ja, diçka ki. Për bes, pos veç të ushqimi që një na bashkan su, fratit të sem, do... Jo, nësë po thënë që ka na bashkan, na po vesim forca e kombit shqiptar, është. Kush është forca e kombit shqiptar? Si kena përmenë shumë forcat kombit shqiptar që kena. Po presim për me i shpalu. Ka dhe do kryesore që halo kanë mes. Vjot ka. Një forcë që këna posë para lukë, të me thonë me falë, ato gjoqe që janë bashkë, e u konë diçka fenomenal, e pe atëhere typës, po di diçka që në thonë që na afrana të tim. Okej. Sforcojna ma shumë, se ka që shjo. Ashtë për shambull. A shkom për shem të najkun shambull? Valaj, veç në Kosovë dhe të nëna Shqipni. E pse vjen Kosovë? A shkon në Shqipni, po, pse shkon në Shqipni? Në Kosovë? Ngreja dhejve, vatani, Allah. Përveç vatanit, ka dhe bukuria të? Kone ki këtu, përveç asoj? Familje ka. Hajde dhe se tash në fjallë krysh të abono. Po do të mja unë zërë fjallë. Po të përshëndesim shumë, je i mrekullushëm. Valaj, mas mirë, përshëndetëm se s'po di qa me thonë. Ajë qëndroj përshëndetu, Florim. Por dyshe, kish me qenë mirë, më thonë edhe për festa atila, jo veç po edhe për festa atila, si 28 nëntori për me bo dhurata, edhe një dhurata e mirë kish me qenë edhe një, pse jo një shqiponje me ari aty, një diamant në malon tikun aty në vend. Rubinin qendër Prishtinës në Albi Mall në Feriza, ajo është për këto sene, edhe mundet me shku me vizitu. Pëlqej edhe përgjigja që veç ja hape rrugën Florimit për me thonë, për nuk e tha, unë e kuptova për ku përdojnë me dollë. Okej. Nëse unë për përgjigjen të me thash Jena me fjallë krysët. Po, jena lidh me Bluetooth me cimin edhe po komunikojna, po bukurit natyrore. Zdia po marrë një
Fionën se e vrejta që tash në ekran, a peshin e Fionën që po kthehet ka që kjo ana këne? Kështu ka kthehet me karri. Pesho diçka dhe si ma e gjatë qofa. Ma pas të bulleti, ma pas ka zgota. Ka me pjesë se kcej kë shumë. Nejse, ti përgjigja jote ke shumë e bukur. Forca e kombit shqiptar edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe kudo që ka shqiptar janë bukurit natyrore. Si bukurit natyrore që i ka Shqipëria dhe që i ka Kosova. Nuk ka, nejse ka. Po që ata këshyrin halose. Pa bukurit tjera, po tona atjen ma ndryshe diqysh. Familja pastaj, familja është e shenjtë në mesin e kombit shqiptar që lidhjen kaq të ngushtë dhe kaq të fortë me familjen rrallë e gjeni në për popujt e tjerë. Kështu që është për t'u vlerësuar edhe sot edhe pse keni kritika në këtë aspekt. Alo. Kaloja prezident. Alo. Kush na thirr fi kalojës? Kaloja prezident. Jo, ma buka që ta. Një ndër bukurit natyrore. Kush na telefonon? Përshëndetje, Sali pi Gjermani. Hajde Sali, çu je? Gëzuar festat për krejt shqiptar në Gjermani. Tregom cila është forca e kombit shqiptar sipas teje. Unë e kishna thonë, është për momentin edhe duhet më bëha ala ma fort FSK-ja. Edhe sa ma shumë ju bëj forcat e sigurisë, me thonë. Bukfalisht kë. Ju bëj apel mërgjimtar, se vetë jam mërgjimtar edhe s'po du me shi ju bëj apel gjithë që në të kontribojnë aty në 5 era. Kë fondët janë tërë në Evropën, është një me kontribu, ala ma të fort me bo. E dyta është kombëtarja jonë shqiptare në futbol, edhe kombëtarja jonë e Kosovës. Nëse një është, po janë kanë arritur qëllimin e vet. Emi, po dy kombëtare, ku shikoj dy kombëtare, hajde veç tregom. Po nëse tash një jemi, po po s'ka. Po i kena dy shansa. I kena dy shansa. Njona me shku, njona me s'me shku na prapi me t'lumtur. A pet çatje je? A pet jemi, domethënë. Okej. E shumë pak shtete kanë këtë mundësi. Çfarë bot që na ka vënë pa drejtë, neve tash s'kena shabojna, na duhet mi pranuta. Mjafton me dash njëri tjetrin, me respektu njëri tjetrin, me shku me ardh, qysh kemi bot gjatë gjithë kohës, kaq mjafton. Veç me pas respekt për shqiptarët kudo që janë. Faleminderit Salit, përshëndesim. Faleminderit për ju, e kaloni mirë. Gjithë të mirat. Edhe një më ty e pritë, është një diçka që kushdo që vjen prej jashtë, po flas prej këtyne që vinë me vizitu Kosovën, dhe nuk janë shqiptar, Kosovën e Shqipërinë, edhe thonë. E ki fjalën për turistët e huaj. Po, kur vinë këtu e përmenin gjithmonë, i përmenin dy sena, po njëna prej tyne është që në rrallë venet botës mundësh me has. Edhe thojnë, që ajo që po menoj? Nuk pedi se po, shumë shtash kem të menu. Ama është njëna që, më thonë, kur vinë, thojnë, wow, so shumë paska që si këtu. Adin, edhe që mungënë për shumë vendet botës. Alo, përshëndetje, se jena vendim ma i nejse. Alo. Kemi rënje. Kemi rënje, nuk është shkaqin, se shumica nuk i kemi më këtu. Po kemi, alo. Hajde urime gëzuar. Faleminderit, ku e jashtë doktor? Që apo qërë klipin o apot, vallaj, forë, koptore. S'kam shansë me po në këtë pjesë të emisionit të telefonatave, po ma vonë dikur, po, kena me gjithë kohën për mishë. Vallaj, një ashtë jam, me nuk ashtë me nuk si jam më në forë, mu vjen shumë mirë, du më thonë që ti gjithë mu më folë mirë për vetër. Po, normal. A di se la forca e kombit shqiptar? Kush është forca e kombit shqiptar? Unë t'ja heki dushin se keni farbo për jam me të vëshpirti. Qëre, i noti, edhe gjelëzia, po i noti ma shumëti. I noti është forca kryesore jonja. Na, me i noti qajra për para. Qëto ta keni për asi? A është mirë për me qenë pak i naqor? Po që sa mirë, po që këtë është aja levisi edhe egoist dhe me konë. A pëtjen ego me po, se për nëshë nuk levisi senet, po t'jova. Okej. Ju përshëndes urime gëzuar. Përshëndes gëzuar edhe ty urime për ndryshe, po është mirë, ka njerë në momentet caktume edhe me qenë, po se djejnë atë mjaftushëm. Nejse, 049978 për juve që keni nevoj për pak protein, jo po për 27 gram, i ka një pije e Zotit, ajo protein line i Zotit, i ka 27 gram, keni shiet ndryshme, e gjeni në se cilin market ku protein line, i merrni matë sigurtën, matë mirën, matë shishmën Zotin, dhe më thonë, protein line e Zotit. Ja, telefonata e Alo. Dula Aurelia. Po më del mu. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Kush na përshëndet? Gjelali pi Zhenevës. Hajde Gjelal, çush je? Mirë, jo çush jeni? Mirë, për mrekulli gëzuar festa Gjelal. Faleminderit edhe juve çashtu. Faleminderit. Cila është forca e kombit shqiptar sipas teje?
Po kam qef me bo nervoz se ta shtrimin. Ramosh Haredinaj. Vazhdani. Ti shtanoj aty te vani. Vazhdani. Jo, aty ku shofor. Po në serios Xhelal. E kombit shqiptar. Kush? Për mua është Rininja Bravo bre Xhelal. Të mirë, bre, po e sillshëm, po e sillshëm. Mu që kam duket Rininja e Kosovës, që kombi shqiptar Rininja është sporta e kombi shqiptar. E përmendi Cimi para 1 minuti, tha, domethënë turistët e huaj, kushdo që vjen me vizitu Kosovën, një farë mënyre, çfarë pasunie. Më spari abiten me mikpritjen, që nuk e përmendi kërkush, që po ashtu një prej forcave tona më të mëdha si komb. Edhe e dyta është rinia jonë. Edhe pse na kanë ik pak si shumë viteve të fundit. Ju përshëndet, thani. Bravo Xhelal, faleminderit. Me çfarë do të parën nuk më pëlqej, po sidoqë të jetë edhe ata e kanë pas një kohë të vetën kur kanë qenë forcë e këtij kombi. Sepse liria jonë ka ardhur fal sakrificës së secilit, që i kemi këto e që nuk i kemi. Tradita, kultura, rinia, gjua, deri shtash që i kena përmend. Uniteti edhe uniteti, do më thonë se kur dojnë ana mu bo bashk, po i lëvizim bajk do ko. Kur dojnë ana mu bo bashk. Edhe malin e kena nacional. Po i lëvizim krejt. E të jë, po presim edhe për pak minuta me na tregu se forca e kombit shqiptar është kush, na tregonin 0499789788